Unë mendoj që çdo imam xhamie ose çdo hoxh që drejton një xhami është përveç një edukator, domethënë, edhe një mësues i mirë i brezave. Ai është një njerëz që duhet të rezatojë mirësitë e zona ose të lagja që shërben, domethënë. Edhe ai duhet të jetë njerëz që janë hallet e zonës, e njerëzve aty, e popullit, domethënë. Duhet të jetë njerëz që t'i bëhet krah atyre që kanë nevojë, duhet të jetë njerëz që të mundohet zgjidhje pa drejtësitë, po themi ta çojë drejtën në vend me sa të mundet. Do të jetë njerëz që të ndërmjetësoj, që të uli gjakrat edhe të uli sherrat. Edhe këtë gjë e bëjnë të gjithë imamët. Më ka rastis mua, domethënë ka rastisur mua me 10 herë ta bëj. I kemi ul njerëzin në tapet. Edhe kemi sheshu probleme shumë të mëdha. Ose na kanë ardhur njerëz të cilët kanë dashur me ndërmarrë veprime shumë të rrezikshme, që mund t'i shkatroshin jetën atij ose edhe dikujt tjetër. Ne kemi thonë, prit, ki frikë Zotin. Çfarë do bësh? A mendon, në tilla momente njeriu ka nevojë shumë për dikë që ka besim që t'i qaj hallin e t'i thot një fjalë të mirë. Sa veti ka marrë shoqëria në qafë? Në moment për shkakun rrëmbim me sipër, ka thonë, "Ça, kush, ky të bë ty kështu, bjeri, boja kështu", sepse i kanë nxit për keq ose i kanë ndihmu të e keqja vet. Për Zotin nuk ka imam, edhe nuk ka hoxh që të shërbejë në zonën e vet, edhe mos të shërbejë për mirë edhe mos ndikojë për mirë.